Mirëmbrëma të gjithëve. Për mua është pa pritur, sepse nuk isha i lajmëruar që duhet të thosha ndonjë gjë, po do mundohem të mbijetoj. Dhe në radhë të parë dua të falenderoj Sokolin, i cili më dërgoi ftesën për të katërt i mbi rresht, dhe këtë herë nuk refuzova, duke qenë se tani më, siç e tha edhe gjykatësia, e cila kur jep gjykimin e ka të formës prerë, 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është radha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me të tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë. Nga ana tjetër dua të përshëndes të gjithë pranishmit, dua të përshëndes presidentin Topi, i cili është këtu i pranishëm bashkë me prefektin e Tiranës, që nuk e kuptova mirë se për çfarë arsye është këtu, po mik i vajzës me siguri. Dua të përshëndes edhe kryetarin e Komitetit Olimpik, Fidel Yllin, i cili deri para se të vija këtu më rezultonte nga Skarpari, po nuk e di, edhe ky mik i vajzës patjetër. Dua të përshëndes kryetarin e bashkisë, Nertilin, edhe ta falenderoj për informacionin për vajtjen e detit Majt Malit me ujin e kripur bashkë. Dua të përshëndes edhe ministrin e pushtetit vendor, zotin Demo, i cili është këtu i pranishëm për të kontrolluar si funksionon Bashkia Selenicë. Dhe faleminderit shumë edhe gjykatëses për këtë prezantim që ishte vërtet impresionues nga fillimi, plus edhe me këtë veshje që nuk është tipike për një person që ka kaluar vetimun, kështu që faleminderit të gjithëve, edhe ju uroj që të keni një festival të këndshëm, edhe më shumë, edhe më mirë vitin e ardhshëm, por rëndësi ka që juve këtu pushtetin gjyqësor e keni me vete. Shumë faleminderit.